Mirëmëngjesit dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm, zgjohuni me ne. Data sot shënon 13 dhjetor dhe ne si çdo datë tjetër do të udhëtojmë pas në kohë, histori, art dhe kulturë. Do të vjojmë ngjarjet që formosuan botën dhe do të rikthehemi pikërisht në vitin 1577. Sir Francis Drake nisi drejt së panjohurës. Në këtë ditë, eksploruesi i famshëm anglez, Sir Francis Drake nisi udhëtimin e tij historik përreth botës. Ky moment shënoi fillimin e një prej ekspeditave më të mëdha detare në histori. Në vitin 1642, zbulimi i Zelandës së Re, Abel Tasman, eksploruesi holandez, u bë europiani i parë që pa brigjet e Zelandës së Re, një zbulim që do të ndryshonte gjeografinë dhe historinë e rajonit për shekuj. Në vitin 1937, fillimi një tragjedie në Nanking, forcat japoneze hynë në qytetin kinez të Nankingut, duke nisur një nga kapitujt më të errët të luftës së dytë botërore. Masakri në Nankingut, ky ishte një moment që tronditi botën dhe la plagë të thella në kujtesën historike. Në vitin 1981, gjendja e arzakonshme në Poloni, lëvizja sindikaliste Solidariteti që simbolizonte luftën për liri, u përballë me një goditje të rëndë kur Polonia shpalli gjendjen e arzakonshme për ta shtypur atë, por kjo nuk i ndaloi forcat demokratike që vite më vonë të fitonin. Në vitin 2003, Saddam Hussein kapet nga ushtria amerikane. Në një operacion të koduar Red Dawn, ish-diktatori irakian Saddam Hussein u kapi fshehur në një stre nëntoksore, duke i dhënë fund një epoke të errët për Irakun dhe duke shënuar një moment vendimtar në historinë moderne. Dhjetori është dita e 347 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 18 ditë. Ngjarje. 1642. Abel Johnson Tasman arriti në Zelandën e Re. 1937. Japonia imperialiste filloi masakrat në Newing Kin me pushtimin e qytetit. 1941. LDB, Hungaria dhe Rumania i shpallën luftë SBA-ve. 1943. LDB, 710 bombardues të SBA-ve sulmuan qytetin Kiel, Gjermani. 1959. Archbishop Makarios u bë presidenti i parë i Kipros. 1951. Margaret Thatcher u martua me Dennis Thatcher në City Methodist në Londër. 1974. Malta u bë republik. 1982. Tërmeti fuqishëm 6 ball, sipas shkallës Richter, viktimizon 3000 veta dhe plagos 2000 të tjerë në Yemen. 1983. Turgut Özal zgjidhet kryeministër i Turqisë pas 30 vjet sundimi ushtarak. 1996. Kofi Annan u zgjodh sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. 2002. Bashkimi Evropian shpalli se Kipro, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovakia dhe Slovenia do të bëhen anëtare që nga 1 maj i vitit 2004. 2003. U kap ish-presidenti irakian Saddam Hussein afër shtëpisë së tij në Tikrir. 2004. Ish-diktatori kilian, generali Augusto Pinochet, u vendos në arrest shtëpiak i akuzuar për 9 rrëmbime dhe zhdukje personi. Do të vijojmë tani të flasim për yjet e lindura në këtë datë. Në vitin 1818, Mary Todd Lincoln, gruaja e Abraham Lincoln, Mary Todd, jo vetëm që ishte zonja e parë e Amerikës, por edhe një grua që ndikoi thellësisht në jetën dhe karrierën e burrit të saj. Në vitin 1887 erdhi në jetë matematicieni hungarez George Polya, një mendimtar i shkëlqyer që na la trashëgimi teori matematikore që përdoren edhe sot. Në vitin 1925 erdhi në jetë Dick Van Dyke, akti komik dhe karizma e tij e kanë dhënë Hollywoodit disa prej momenteve më të paharrueshme të argëtimit.
Në vitin 1957 erdhi në jetë Steve Buscemi, një nga fytyrat më të njohura të kinemas, që ka portretizuar personazhe unike në ekranin e madh. Në vitin 1989 erdhi në jetë Taylor Swift, një prej këngëtarëve më të dashura të epokës son. Taylor Swift, që me zërin dhe tekstet e saj ka frymëzuar miliona njerëz anë e mban botës. Lindje 1797. Lindi Heinrich Heine, letrar gjerman. 1869. Lindi Henri Matisse, piktor francez. 1989. Lindi Taylor Swift, këngëtare amerikane. Vdekje 1754. Vdiq Mamuti i parë, sultani i Perandorisë Osmane. 1769. Vdiq Christian Furgeholt Gellert, letrar gjerman. 1935. Vdiq Victor Grigard, kimist francez. 1944. Vdiq Vasili Kandinsky, piktor gjermano-rus. 2010. Vdiq Richard Holbrooke, diplomat, redaktor reviste, autor dhe bankier amerikan. Por gjithashtu data 13 dhjetor është gjithashtu një përkujtim për ata që u larguan. Në vitin 1250, një nga perandorët më të fuqishëm të mesjetës, Frederiku II, la pas një perandori të madhe dhe një trashëgimi të ndërlikuar politike. Në vitin 1466 kemi ndarjen nga jeta të Donatello, mjeshtri i skulpturës italiane, i cili solli në jetë një art që preku zemrat e të gjithëve. Në vitin 1924, Samuel Gompers, një udhëheqës sindikalist që luftoi për të drejtat e punëtorëve në Shtetet e Bashkuara, duke themeluar një nga sindikatat më të rëndësishme të kohës. Në vitin 1931 kemi ndarjen nga jeta të Gustave Le Bon, sociologu francez që hapi rrugën për të kuptuar psikologjinë e turmave dhe dinamikat e shoqërisë moderne. Dhe së fundmi, në vitin 1961 kemi ndarjen nga jeta të Grandma Mose, artiste amerikane popullore që na dhuroi pamje të mrekullueshme të jetës rurale përmes pikturave të saj unike. Ke 1754. Vdiq Mamuti i parë, sultani i Perandorisë Osmane. 1769. Vdiq Christian Furgeholt Gellert, letrar gjerman. 1935. Vdiq Victor Grigard, kimist francez. 1944. Vdiq Vasili Kandinsky, piktor gjermano-rus. 2010. Vdiq Richard Holbrooke, diplomat, redaktor reviste, autor dhe bankier amerikan. Do të vjojmë rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për një vend që ndryshon emrin dhe vendodhjen e tij çdo vit. Ky vend është një komb i përkohshëm i krijuar nga njerëzit, e cila quhet Republika e Burning Man. Çdo vit në shkretëtirën Black Rock të Nevadas, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mijëra njerëz krijojnë një qytet të përkohshëm të quajtur Black Rock City. Ai ka rrugë, adresa dhe një shoqëri funksionale, por ekziston vetëm për 9 ditë. Pas festivalit, qyteti zhduket plotësisht, duke mos lënë asnjë gjurmë të ekzistencës së tij, as plera, as ndërtime dhe asgjë prej gjëje. Ky fenomen është një shembull i rrallë i gjeografisë së përkohshme, ku një komunitet krijon një peizazh urban të qëndrueshëm për disa ditë dhe pastaj zhduket si të mos kishte ekzistuar kurrë. Ai sfidon koncepte tradicionale të kufive dhe vendbanimeve.
Është fakt që kompania e famshme e orëve Rolex është një nga shembujt më tregues të markave luksoze në mbar botën. Edhe pse Rolex është një markë zvicerjane premium me orëve, ajo u themelua në Britani, konkretisht në Londër në vitin 1905, fillimisht nga Wilsdorf dhe Davis, pasi ishte në pronësi të biznesmenit Hans Wilsdorf dhe kunatit të tij Alfred Davis. Në vitin 1908 Wilsdorf donte një emër tjetër për kompaninë e tij, kështu e regjistroi Rolex si markën tregtare të biznesit të tij. Në vitin 1910 kompania filloi për herë të parë çmimin për aftësi të jashtëzakonshme kronometrike në Vjenë, dhe marka ka arritur të bëhet një nga më të mirat në fushën e saj falëvërësisë së saj kronometrike. Në fakt, sipas asaj që raportohet, Rolex Watch Code Ltd më vonë u regjistrua si Montres Rolex SA në Gjenev për shkak të taksave të larta të pasluftës të vendosura mbi mallrat e luksit. Në të njëjtën kohë, marka Montres Rolex SA zhvendosi bazën e saj të operacioneve në Gjenev, Zvicër, dhe më pas u riemërua Rolex SA. Kur Hans Wilsdorf themeloi kompaninë e tij, ai kishte një përpjekje specifike për ato që donte të përfaqësonin orët e dorës që ai krijoi. Filozofia e kompanisë ishte që orët duhet të jenë pjesë integrale e jetës së pronarëve të tyre. Edhe kur Rolex arriti këtë qëllim të veçantë, pronari i tij donte më shumë. Ai donte që produktet e kompanisë së tij të famshme të performonin jashtëzakonisht mirë, pavarësisht nga mjedisi në të cilin ndodhen. Ky fakt çoi në krijimin e markës Oyster Rolex, një nga markat e para të orëve të dorës të pabërshkuarshme nga uji. Kjo lëvizje ndryshoi lojën për Rolex një herë e përgjithmonë. Gjatë 50 viteve pasuese u lëshuan shumë linja të orëve Rolex. Çdo koleksion i firmave Rolex ka qenë i jashtëzakonshëm, ndërkohë Wilsdorf gjeti disi kohë për të krijuar një markë binjake, markën Tudor. Marka e re u themelua në vitin 1946 me synimin për të zhvilluar një markë orash më pak luksoze, por në të njëjtën kohë me cilësi të lartë dhe çmime më të ulta. Ndërsa ende mund të pyesni veten se si emri jo fitimprurës lidhet me markën Rolex SA që shet ora luksoze me çmime të shtrenjta, duhet vini re se fondacioni Hans Wilsdorf u themelua në vitin 1944 kur vdiq gruaja e Wilsdorf. Pas vdekjes së saj, Wilsdorf transferoi të gjitha aksionet e tij si pronari vetëm nga Rolex SA tek fondacioni Hans Wilsdorf, i cili është i autorizuar nga qeveria zvicerane për të vepruar si një fondacion pamirësie. Në këtë mënyrë, ai përjashtohet nga pagimi i taksave. Rolex mund të konsiderohet si një nga organizatat jo fitimprurëse më të mëdha në botë, por kjo nuk do të thotë se kompania e famshme e orëve nuk nxjerr fitim, por se nuk është e interesuar të bëjë fitim. Në fakt, Rolex SA shpenzon pjesën më të rëndësishme të fitimeve të saj për bamirësi dhe jo për pagesa dhe pagesa bonus për aksionerët dhe drejtuesit, ndryshe nga markat e tjera luksoze. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për Saddam Hussein. Saddam Hussein lindi më 28 prill 1937 në një fshat të vogël pranë Tikritit, Irak. Familja e tij ishte gjithçka veç se e lehtë. Babai i tij vdiq para se ai të lindte dhe familja e tij jetoi në kushte të varfra, por Saddam nuk u dorëzua. Në vitet e tij të hershme tregoi një ambicie të palëkundur për të ngritur veten mbi vuajtjet që e rrethonin. Në vitin 1957, ai u bashkua partisë Ba'ath, një organizatë që kishte një ideologji nacionaliste arabe. Puna e tij në këtë parti ishte rruga drejt pushtetit. Në vitin 1968, pas një grushti shteti, Ba'ath i mori pushtetin në Irak dhe Saddam, në moshën e re të 31 vjeçare, u bë një figurë kryesore në qeveri. Në vitin 1979, Saddam Hussein u bë presidenti i Irakut. Nga ai moment ai sundoi vendin me një dorë të hekurt. Ai ngriti kultin e tij të personalitetit duke e paraqitur veten si udhëheqës i madh dhe mbrojtës i popullit arab, por ky sundim nuk ishte pa kosto. Gjatë regjimit të tij, Saddam ndërmori disa veprime brutale, siç ishin lufta e tij kundër Iranit në vitet 1980-1988, një konflikt shkatrimtar që mori miliona jetë. Përdorimi i armëve kimike kundër kurdëve në Halabja në vitin 1988, një akt që tronditi botën. Pas viteve të represionit dhe sfidave ndërkombëtare, goditja përfundimtare erdhi në vitin 2003, kur forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës pushtuan Irakun duke e rrëzuar regjimin e tij. Por Saddam nuk u dorëzua lehtë, për muaj të tërë ai u fsheh duke përdorur stre të fshehta nëntoksore për t'u arratisur nga forcat amerikane. Më 13 dhjetor 2003 ai u kap në një stre nëntoksore afër Tikritit, duke përfunduar kështu udhëtimin e tij nga majat e pushtetit tek thellësitë e disfatës. Ai u dënuar për krime kundër njerëzimit dhe u ekzekutua më 30 dhjetor të vitit 2006.
Do të vjojmë rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për një vend që ndryshon emrin dhe vendodhjen e tij çdo vit. Ky vend është një komb i përkohshëm i krijuar nga njerëzit, e cila quhet Republika e Burning Man. Çdo vit në shkretëtirën Black Rock të Nevadas, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mijëra njerëz krijojnë një qytet të përkohshëm të quajtur Black Rock City. Ai ka rrugë, adresa dhe një shoqëri funksionale, por ekziston vetëm për 9 ditë. Pas festivalit, qyteti zhduket plotësisht, duke mos lënë asnjë gjurmë të ekzistencës së tij, as plera, as ndërtime dhe asgjë prej gjëje. Ky fenomen është një shembull i rrallë i gjeografisë së përkohshme, ku një komunitet krijon një peizazh urban të qëndrueshëm për disa ditë dhe pastaj zhduket si të mos kishte ekzistuar kurrë. Ai sfidon koncepte tradicionale të kufive dhe vendbanimeve. Njoftë të ndiqni rubrikën Edhe shëndeti. Rozmarina ka një shije dhe aromë të mrekullueshme. Emri i saj vjen nga latinishtja dhe përkthehet vesa e detit. Ajo është një nga erëzat më të preferuarave të anvisave shqiptare. Rozmarina dhe vlerat ushqyese. Ajo mund të përdoret për të përmirësuar kujtesën dhe është e pasur me ushqyes të dobishëm për organizmin. Konsumimi i rozmarinës përmirëson qarkullimin e gjakut në tru dhe ndihmon në rritjen e përqendrimit. Shkencëtarët besojnë se aroma e rozmarinës ndikon dhe gjallëron aktivitetin në tru. Në Greqinë e lashtë, studentët mbanin kurora rozmarine në kokë gjatë studimeve. Vaji esencial i rozmarinës është përdorur prej shekujsh për të larguar dhimbjet e kokës, dhimbjet muskulare, reumatizmin dhe artritin. Rozmarina ka aftësi parandaluese të rënjes së flokëve dhe kundër thinjave. Vaji i rozmarinës dhe çaji i saj janë përdorur gjithashtu për të stimuluar dhe ushqyer rënjet e flokëve dhe për rritjen e tyre. Rozmarina ka histori të gjatë si bimë shëruese, e cila përmirëson kujtesën. Prandaj, edhe në popull quhet bimë e kujtesës. Disa studime pohojnë se si ndikimet e krijuara në veprimin e radikaleve të mira të molekulave të oksigjenit në organizëm kanë ndikim për sëmundjen e Alzheimerit. Rozmarina është antibakteriale. Ajo eliminon bakteret si E. coli dhe Staphylococcus. Largon aknet. Ulëmtimi i kryer në revistën Planta Medica ka treguar efikasitetin e rozmarinës kundër bakterit që shkakton aknet. Për shikim të përkryer, kjo bimë është e shëndetshme pasi mund të ndihmojë në parandalimin e sëmundjeve degenerative të syve që prekin strukturat të caktuara të syrit. Tani uftë të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 13 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët dhe me dominim të diellit në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë me mot të kthjellët në të gjitha zonat, ndërsa pasditja do të vijojë me diell dhe me vranësira të pakta kalimtare në zonat malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 17 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit her pas here deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 13 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët deri mesatar rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 13 dhjetor do të jetë në orën 6:51 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 15 gradë Celsius. Kukës, 4 deri në 8 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 16 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 17 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 16 gradë Celsius. Bera,
9 deri në 16 gradë Celsius. Korç, 2 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 12 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 14 gradë Celsius. Sarand, 10 deri në 17 gradë Celsius. Tani u ftet të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 13 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët dhe me diell. Paraditja do të jetë e kthjellët në të gjithë territorin, ndërsa pasditja do të vijojë me diell dhe vranësira të pakta lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 9 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 1 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 13 dhjetor 2025 pritet të jetë I ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 13 dhjetor do të jetë në orën 6:50 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 0 deri në 9 gradë Celsius. Podujev, -2 deri në 7 gradë Celsius. Skënderaj, -1 deri në 6 gradë Celsius. Pej, 3 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë, -1 deri në 7 gradë Celsius. Gjakov, 0 deri në 8 gradë Celsius. Malishev, 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjilan, -1 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj, 0 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik, 0 deri në 7 gradë Celsius. Suhare, 0 deri në 9 gradë Celsius. Prizren, 0 deri në 7 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, miropafshim.